Divjaka është i vetmi park kombëtar. Pra në të gjithë rajonin e Lushnjës, të Fierit dhe të Mallakastrës, të cilët janë 3 rrethet që përfshin qarku i Fierit, parku kombëtar i Divjakës është një nga 10 parqet kombëtare dhe që ka specifikën e tij, ka kaltërsinë e Adriatikut, ka brezin ranor, i cili përdoret për turizmin detar, për banjat kurative të verës, përdoret për shëtitje turistike, për hipizëm, dikur këtu është krijuar dhe klubi i parë i hipizmit, por që mendoj që për hipizmin edhe për themelusin e tij mund të bëhet një mision i veçantë, por këtu është dhe specifika e vet pyllit, i cili ofron shlodhje, por këtu është ndaluar gjuetia. Nuk mund të flasim për turizmin e gjaut, i cili mund të shfrytëzohet më poshtë gjatë vijes bregdetare, siç është sporti i peshkimit, ku dhe shumë familje të Divjakës me të kanë ngritur edhe mirëqenien e tyre, kanë ndërtuar mirëqenien dhe ekonominë e tyre familjare, sepse gjuetia e peshkut, siç e tham edhe më parë përgjatë emisionit, është një veprimtari e vjetër ekonomike. Por apeli juaj ishte në kuptimin e ndikimit që ka dhe të rolit specifik që ka emisioni jon i përbashkët vëzhgime historike dhe arkeologjike, sepse nëpërmjet promovimit dhe pasqyrimit të vlerave arkeologjike, historike dhe kulturore, por edhe atyre natyrore, ne kemi luajtur dhe kemi patur një ndikim shumë të madh, them unë, në nxitjen e kuriozitetit të auditorit, të audiencës së televizionit ton drejt këtyre qendrave